Partia Demokratike e Shkalinjeve të Kosovës kandidon për nënkryetar të Kuvendit Komunal Besart Jasharin. Partia Demokratike e Shkalinjeve të Kosovës Dega në Ferizaj ka nominuar për nënkryetar të Kuvendit Komunal të Ferizajt Besart Jasharin nga radhët e komuniteteve. Udhëheqës të PDAK-s në Ferizaj thanë se besojnë që kandidati i tyre do të marrë votat e mjaftueshme në kuvend. Na sipas konsulta, sipas marrëveshjes që kemi me kryetarin e komunës, me kryetarin Sfarsha, kemi arritur marrëveshje që mbrëmje në këtë seancë apo në tjetrën seancë të emënohet në kryetari në kuvendin nga radhët e komuniteteve, i cili është nominuar vetëm sot është dërguar shkresa në kuvendin komunal, i cili është nominuar ideal, i cili ka kry magjistraturën, është Besart Jashari, i cili vetëm prej javës në vijemi që do të fillon punën e nënkryetarit, ajo është një marrëveshje me kryetarin, edhe marrëveshje politike që ne ka lidh PDAK-ja. Do thotë që PDAK-ja vazhdimisht është duke lëviz për pozicione të larta, po pozicione të larta që kemi marrë në shumë vende kemi drejtuar komunitetin tonë, po besoj jemi më shumë të jemi të dhënë prioritet pozicioneve të larta, siç është edhe nënkryetari i kuvendit Besart Jashari, e meriton këtë pozitë, njëri i vetmi deri më tani që e ka kryer magjistraturën në Ferizaj. Na me pozitën e nënkryetarit që do ta hemnojnë, do besoj që do të fuqizohet komuniteti në Ferizaj, sepse në vitin 2007 kur kam qenë në kryetar i kemi marrë hapat e parë që cili do të thotë që veç kemi lëviz në hapa shumë të mëdha. Besoj që edhe deri më tani, meqense se ka edhe përkrahjen e kryetarit edhe në kryetarit që do të jetë Besart Jashari, besoj që do ta ketë një rezultat shumë të mirë të komunitetit, sepse ditë punoj dhe ditë bashkëpunim me PDAK-n, bashkëpunim me kuvendin komunal, besoj që do të ecim shumë përpara.